Qka do në mi thanë qikës kur të rritet? Me shfar tema do në me duku? Kur ta kupton ajo, në shpirë do vritet, se sa burin ti e pas këndru. Ke me vajtu shpejt, ka me ardh dita, interesi moralin ta ka prish. Me trauma gjithë shka t'ka pa qika, se meriton me kanan e fmish. Ti gjithë shka din përveç edukatesh, është rrezik finin me ta besu, për një seks e ljen mes nates, jetën asoj tu ja rreziku. Edhe sa burra don me ja njoftu, me ja prish edhe karakterin, don me qmend kej e ke hutu, për babt sa e ke knaq falerin. Ka me ardh koha kur fmija yt, ka me kuptu pse baben ja ke lan, edhe buka ka me t'mbet në fyt, ke shkatru familjen për jara. Histori e dhimshme vërtet, del një dreq ta prish edhe faren, ata t'faret janë mundu në jet, askush ftyren mos me marën. Ja ty përse nuk të don familja, ke me t'kuder je bam ish për qen, për kur varti je ma e mira, po për familje ti as pak nuk vlen. Nuk pas ka ma zore ma siklet, me pane atë gjendje fmin e vet. Ja historia pse prishet shoshnia, nga qifti saj nuk pritet ardhmerja. Lotet e ati fmije kan me t'vra, që nuk pate ko me ja kushtu, dashurje nënës nuk i dha, s'pate ko shfalera t'u ndrëru. Ka me ardhë një kohë kur qika jote, ka mi armare në shoqni mu dok, ka me lën me t'meta s'jelja jote, se za tua qfar ke bën TikTok. Nësër kur t'martohet ajo qik, ka me jazan kryto burri vet, a e din qfar nëne ty t'ka rrit, ajo në TikTok ty t'ka lon të shkret. Qa ka pa a i fmi, e qa ka ndi, e pa fajshme karan pik të halit, i vjen marë me dal me shoqni,
se I thonë qika kurvesja e kurvarit. Shumë kerej të betu në fmi, veç falerave për me ju pëlqy. Ti prej mkatit s'ke me dal kur, kemi nda edhe burat e martu.